Vazhdojmë me pjesën e dytë të temës njohësi, krijuesi dhe krishtërimi. Për ata që nuk e kanë parë, në fund të kësaj video do ju lë linkun e videos të pjesës së parë. Ju kujtoj që nëse ju pëlqen video të klikoni më pëlqen. Nëse ju pëlqejnë temat që trajtohen në kanal, regjistrohuni dhe shpërndani kanalin duke ndihmuar në rritjen e tij. Personat që e kanë parë videon e parë janë në numër shumë herë më shumë se të regjistruarit. Natyrisht, është e drejta juaj të vendosni të regjistroheni apo jo. Por regjistrimi juaj, i cili është falas, ndihmon në rritjen e këtij kanali që prodhon video po falas. Vazhdojmë me temën. Ideja që Zoti i përshkruar në Dhjatën e Vjetër mund të mos jetë krijuesi i vërtet suprem, shkaktoi debate të ashpra në shekujt e parë të krishtërimit. Ky mendim i bëri gnostikët të shikonin me sy kritik tekstet biblike, duke riinterpretuar pasazhe që në shikim të parë dukeshin se prezantonin një hyjni të drejtë e mirëdashëse, por që po të analizojë në thellësi, tregonte një qenie autoritare, hakmarrëse dhe të hetur për kontroll. Në leximin tradicional të shkrimeve, Zoti është përgjegjës për krijimin e universit dhe të gjitha formave të jetës. Formon njeriu nga argjila dhe stabilizon një sër rregullash për ekzistencën e tij. Ju ftoj të shikoni videon me titull 3 histori të ngjashme për krijimin që e keni në këtë kanal. Edhe për këtë video do ju lë linkun në fundin e kësaj video. Gnostikët shikonin te kjo diçka më të thellë se një histori e thjesht origjine. Sikur se tham në videon e parë, për ata kjo histori nuk tregonte Zotin e vërtet, por demiurgun, një qenie inferiore që për shkak të arrogancës dhe ignorancës krijoi një botë jo perfekte dhe burgosi aty shpirtrat njerëzor. Analiza gnostike e Zanafillës ka sjell një shikim komplet ndryshe krahasuar me vizionin tradicional. Momenti kur Zoti ndalon Adamin dhe Evën të hanë nga frutat e pemës së njohjes të së mirës dhe të keqes, ishte shikuar si një tentativë e demiurgut që mbante njerëzimin në ignorancë. Më shumë se një provë bindjeje, ky urdhër përfaqësonte detyrimin e një kufizimi artificial të dijes. Gnostikët riinterpretuan edhe figurën e gjarprit që shfaqet në Eden, ndërsa teologjia e krishterë e lidh gjarprin me Satanan. Gnostikët besonin se ishte në realitet një mesazher i Zotit të vërtet superior. Për ata, gjarpri nuk po mashtronte Adamin dhe Evën, por ofronte atyre mundësinë të zgjoheshin për të vërtetën dhe të iknin nga dominimi i demiurgut. Ngrënia nga pema e ndaluar në këtë kontekst nuk ishte një mëkat, por një çlirim. Ju thash në videon e parë që në Bibël shkruhet qartë që edhe vetë Zoti thot, tani ata u bën si njëri prej nesh. Pra, ata të dy, Adami dhe Eva, u ngritën në nivel më të lartë nga ai që ishin para ngrënies nga pema e dijes. Dhe gjarpri nuk e mashtroi Evën kur i tha do bëheni si ai për Zotin. Zoti e konfirmon vetë kur thot që ata u bën si njëri prej nesh. Ky vizion shtrihet në episodet e tjera të shkrimeve. Te Zanafilla, për shembull, trajtimi i rezervuar për Zotin nga izraelitët u vu në diskutim. Gnostikët shikonin një model sjelljeje kontrollues e dënues si në episodin ku Zoti ngurtëson vazhdimisht zemrën e faraonit, duke zgjatur vuajtjen e një populli që vetë ai thoshte që donte ta lironte. Pyesnin se nëse ky Zot ishte vërtet suprem e i sjellshëm, pse kishte nevojë për demonstrimin e fuqisë dhe shkatërimit për të qenë i njohur? Aspekt tjetër i rëndësishëm ishte theksimi që ky Zot vendoste mbi kultin e tij. Në ligjin e përtërir, ai kërkon një bindje totale dhe kërcënon me mallkim ata që nuk ndjekin komandimet e tij. Në Isaia afirmon që është një Zot xheloz dhe nuk pranon ekzistencën e zotave të tjerë. Për gnostikët, këto karakteristika nuk pajtoheshin me idenë e hyjnisë supreme e perfekte. Një Zot i vërtet nuk do të kishte nevojë të kërkonte besnikëri, sepse vetë natyra e tij hyjnore do të ishte e mjaftueshme të frymëzonte një nderim të sinqertë.
Vizioni gnostik reflektohet edhe në mënyrën e kuptimit të Jezusit dhe mësimeve të tij. Ndërsa kisha konsolidonte bindjen që Jezusi ishte biri i Zotit, i mishëruar, i dërguar për të shpenguar mëkatet e njerëzimit, gnostikët e shikonin misionin e tij ndryshe. Për ata, Jezusi nuk erdhi për të forcuar ligjet e Zotit të Testamentit të Vjetër, por të zbulonte që ky Zot nuk ishte krijuesi i vërtet. Në shumë tekste gnostike, Jezusi prezantohet si qenie njerëzore e zbritur në botën materiale për të zgjuar njerëzit që ishin bllokuar në iluzionin e krijuar nga demiurgu. Zbulimi i dorëshkrimeve të Nag Hammadi nxori në dritë ungjille që forcojnë këtë shikim alternativ. Në ungjillin e Tomazos apo Thomait, për shembull, Jezusi nuk flet për mëkate e dënime, por për njohje të vetes dhe ndriçim shpirtëror. Ai thot: nëse nxjerr jashtë atë që ke brenda, do të shpëtosh. Nëse nuk nxjerr jashtë atë që është brenda teje, do të shkatërroj. Kjo frazë reflekton bindjen gnostike që shpëtimi nuk vjen nga jashtë, po nga zgjimi i shkëndijës hyjnore brenda çdo qenieje njerëzore. Në ungjillin e Xhudës zbulohet një tjetër vizion i ndryshëm radikal. Jezusi tall dishepujt që besojnë te Zoti i Testamentit të Vjetër dhe i mëson Xhudës që ky Zot është një mashtrues. Shpjegon që Zoti i vërtet është përtej kësaj bote dhe që vdekja fizike nuk do të thotë fundin e ekzistencës, por lirimin nga cikli i vuajtjes të imponuar. Kjo mënyrë e interpretimit të teksteve të shenjta bëri që gnostikët të konsideroheshin një kërcënim për krishtërimin. Nëse idetë e tyre do të shpërndaheshin, e gjithë struktura e kishës mund të vijej në diskutim. Besimi në një Zot që kërkonte bindje dhe ndëshkim do të zëvendësohej nga një vizion, ku çdo person kishte fuqi të gjente hyjninë e tij të brendshme. Pyetja qendrore e bërë nga gnostikët ishte e thjeshtë, por thellësisht shqetësuese për ortodoksin. Po sikur Bibla, në vend që të jetë një libër që zbulon të vërteta absolute, të jetë një histori e shtrembëruar ku një mashtrues hiqet si krijues dhe përgjigja është fshehur mes rreshtave në pritje të zbulojë nga kush ka guxim të shikojë përtej të dukshmes. Bindja që bota materiale është një krijim jo perfekt, i çoi gnostikët të shikojnë ekzistencën njerëzore si një lloj burgimi shpirtëror. Për ata, realiteti ku jetojmë nuk është shtëpia e vërtetë e shpirtit, por një burg i krijuar nga demiurgu për të penguar qenjet njerëzore të zbulojnë esencën e tyre të vërtetë. Çlirimi nga ky burg nuk do të vinte përmes ritualeve religjioze, sakrificave ose nënshtrimeve ndaj rregullave të detyruara nga autoritetet, por përmes një dieje të thellë në gjendje të zbulonte natyrën e vërtetë të ekzistencës. Kjo dije quhej gnozi, një term me origjinë greke që do të thotë dituri, njohuri, perceptim. Nuk bëj fjalë për një kuptim normal intelektual, por një mençuri të brendshme, një rizgjim të koshiencës ndaj të vërtetave të fshehura që shkonin përtej kuptimit tradicional. Gnostikët besonin që çdo qenie njerëzore përmbante në brendësitë saj një shkëndij të hyjnisë superiore, dhënë pa vullnetshëm nga vetë demiurgu në momentin e krijimit. Problemi ishte që pjesa më e madhe e personave ishin përfshirë aq shumë nga kënaqësitë, nga preokupimet dhe nga kufizimet e materjes, saqë nuk e konstatonin dot këtë shkëndij hyjnore brenda tyre. Ky koncept ishte diametralisht i kundërt nga predikimet e kishës zyrtare. Ndërsa krishtërimi zyrtar konfirmonte që shpëtimi vinte përmes besimit në Zot e bindja ndaj shkrimeve, gnostikët mësonin që liria e vërtet nuk varej nga ndërmjetës religjioz, por nga eksperienca direkte e hyrnores përmes njohzi. Kjo do të thotë që çdo individ ishte përgjegjës për ndriçimin e tij dhe që nuk ekzistonte vetëm një rrugë për të arritur këtë dije. Në ungjillet gnostike të gjetura
Në bibliotekën e Nag Hammadi, ky kërkim i rizgjimit të brendshëm është një temë përsëritëse. Në Ungjillin e Thomait, për shembull, Jezusi mëson që mbretëria e Zotit nuk është në një vend të largët, por brenda çdo personi. Ai thotë: "Nëse këta që ju drejtojnë ju thonë mbretëria është në qiell, zogjt e qiellit do ju kalojnë. Nëse ju thonë është në det, peshqit do ju kalojnë. E kundërta, mbretëria është brenda jush dhe jashtë jush." Ju si mendoni? Për kë e ka fjalën Jezusi kur thotë "këta që ju drejtojnë"? Kjo thënie përforcon idenë që e vërteta shpirtërore nuk mund të jetë e imponuar nga një autoritet i jashtëm, por zbulohet përmes vetanalizës dhe rizgjimit të kosciencës. Për gnostikët, ignoranca ishte pengesa më e madhe drejt lirisë shpirtërore. Në Ungjillin e të Vërtetës, një tjetër tekst i rëndësishëm gnostik, njerëzimi përshkruhet si i përgjumur që jeton në një gjendje harrese dhe iluzioni. Demiurgu dhe arkontët e tij, qenie që drejtojnë botën materiale, kanë krijuar shpërqendrime dhe iluzione për të mbajtur shpirtrat të bllokuara në materje. Këto shpërqendrime manifestohen në mënyra të ndryshme si dëshira, frika, besime të ngurta, pile edhe vuajtje. E gjithë kjo bënte pjesë në një sistem që ndalonte qeniet njerëzore të kuptonin origjinën e tyre të vërtetë. Kërkimi i njohësit sillte kështu heqjen dorë nga iluzionet e botës fizike dhe rilidhjen me realitetin shpirtëror. Shumë gnostik praktikonin forma asketizmi duke evituar teprimet e jetës materiale dhe duke ju dedikuar meditimit. Në ndryshim me disa tradita që shikonin trupin si armik, gnostikët nuk besonin se ishte i nevojshëm refuzimi plotësisht i ekzistencës toksore. Qëllimi nuk ishte largimi nga materia përmes vuajtjes, por te rizgjimi i vetë esencës dhe njohja e botës materiale vetëm si hije e realitetit superior. Ky kërkim i dijes shpirtërore ndikoi edhe mënyrën që gnostikët shikonin Jezusin. Ndërsa krishtërimi mbështeste që ai ishte biri i vetëm i Zotit, i dërguar për të shpenguar mëkatet e njerëzimit, gnostikët shikonin Jezusin si një mjeshtër i ndriçuar, një udhërrëfyes i ardhur për t'i treguar njerëzimit si të rizgjohet në të vërtetën. Nuk erdhi për të krijuar një fe të re, ose stabilizuar një sistem besimi, por për t'u mësuar personave si të lirohen nga dikimi i demiurgut dhe të rigjenin rrugën drejt burimit hyjnor. Nevoja për t'u liruar nga iluzioni i botës materiale duket edhe në tradita të tjera shpirtërore. Në hinduizëm e budizëm, për shembull, gjejmë idenë që vuajtja vjen nga ignoranca dhe lidhja me gjërat tranzitore. Koncepti i Maya, se iluzioni ju ndalon qenieve njerëzore të shikojnë realitetin si është realisht, ka analogji me vizionin gnostik të botës. Po ashtu, shumë shkolla filozofike të botës antike nënvizonin rëndësinë e njohjes së vetes si mjet për të arritur lirinë e vërtetë. Element të shpirtit gnostik gjenden në rryma të ndryshme shpirtërore moderne, nga ezoterizmi te njohja e vetes bazuar në praktika meditative. Ideja që liria e vërtet vjen nga brenda dhe jo nga një sistem i jashtëm, vazhdon të ritingëllojë në disa persona që e ndjejnë që ka diçka përtej asaj që na mësohet nga fetë tradicionale. Nëse njohësi është vërtet rruga drejt të vërtetës, do të thotë që të gjitha strukturat e krijuara për të kontrolluar mendimin dhe mbajtur personat të lidhur mbas dogmave janë në fakt bariera ndaj rizgjimit. Gnostikët besonin se vetëm ata që guxonin të vinin në diskutim realitetin dhe kërkonin brenda vetes mund të arrinin ndriçimin e vërtetë. Për shekuj, ajo që dihej për gnosticizmin vinte pothuajse vetëm nga shkrimet e kritikëve të tij si Ireneo i Lionit, Tertuliano dhe Ippolito i Romës. Këta teologë të kishës primitive dedikoheshin të hidhnin poshtë e të diskreditonin mësimet gnostike,
shpesh duke i përshkruar si konfuze, të rrezikshme ose edhe satanike. Gjatë konsolidimit të krishtërimit tradicional, tekstet gnostike u konsideruan heretike, si rrjedhoj u shkatruan dhe u dënuan, por me kalimin e kohës duke që kjo dije ishte zhdukur plotësisht. Siç thamë në pjesën e parë, në fund të vitit 1945, një bashkim dorëshkrimesh u gjet rastësisht në Egjipt në qytetin Nag Hammadi. Këto dokumenta ishin groposur brenda vazove qeramike të mbrojtura për shekuj nga shkatërimi dhe harresa. Ky zbulim jo vetëm zbuloi një perspektivë të re mbi krishtërimin dhe origjinën, por dha hyrje në tekstet që ishin zhdukur që nga shekujt e parë të erës së Krishterë. Dorëshkrimet e Nag Hammadi përmbanin 52 tekste, mes tyre ungjill e traktate filozofike të vizionit shpirtëror. Mes tyre spikasin ungjilli i Thomait, ungjilli i Filipit, ungjilli i të vërtetës, apokrifi i Gjovanit. Këto punime ofronin një vizion thelbësisht të ndryshëm të mësimeve të Jezusit dhe të strukturës së universit, duke prezantuar një version të krishtërimit jo të bazuar në besimin e verbër ose në bindjen ndaj dogmave, por në kërkimin e një detyrie transformative, ndryshe nga ungjillët kanonik që theksojnë shpëtimin përmes besimit te Jezusi si biri i Zotit dhe respektimin e ligjeve hyjnore. Ungjillët gnostike zbulojnë një Krisht që i mëson njerëzimit të zbulohet në natyrën e tij të vërtetë. Në ungjillin e Thomait, për shembull, është një frazë e çuditshme që i atribuohet Jezusit. Kushdo që gjen domethënien e këtyre fjalëve nuk do ta shijojë vdekjen. Këtu sugjerohet që pavdekshmëria nuk vjen nga ritualet ose respektimi i rregullave të imponuara, por nga një kuptim i thellë i ekzistencës. Apokrifi i Gjovanit, një nga tekstet më të rëndësishme i gjetur, jep një raport të detajuar të kozmologjisë gnostike, duke përshkruar krijimin e botës dhe rënien e Sofisë, që i dha origjinën demiurgut. Ky tekst shpjegon edhe se si bota materiale u krijua jo si një bekim hyjnor, por si një gabim, një burg për shpirtrat që i përkisnin mbretërisë së vërtet shpirtërore. Ky version i fakteve ve në diskutim jo vetëm vizionin tradicional të krijimit, por edhe natyrën e Zotit të përshkruar në Testamentin e Vjetër. Një tekst tjetër signifikativ i gjetur është Ungjilli i Xhudës, i zbuluar veçmas në mesin e viteve 70, por që prezanton shumë analogji me shkrimet e Nag Hammadi. Ky ungjill, i konsideruar i humbur prej shekujsh, ofron një interpretim komplet ndryshe të raportit mes Jezusit dhe Xhudës Iskariot. Aty Xhuda nuk është tradhtari që shiti Krishtin për 30 aspra argjendi, por dishepulli më i afërt i Jezusit, i vetmi që kuptoi misionin e tij të vërtetë. Sipas këtij ungjilli, Xhuda e ndihmoi Jezusin të lirohej nga trupi fizik, duke lejuar esencën e tij shpirtërore të kthehej te Zoti i vërtet, larg nga bota e korruptuar e krijuar nga demiurgu. Rëndësia e teksteve të Nag Hammadi shkon përtej impaktit të tyre religjioz. Ato ofrojnë edhe një shikim mbi ndryshimet e mëdha të krishtërimit në shekujt e parë të tij. Shpesh mendohet që gjithmonë ka qenë vetëm një rrugë përshkruese e krishtërimit, por këto shkrime demonstrojnë që në shekujt e parë kishte një pluralitet interpretimesh se kush ishte Jezusi, cili ishte qëllimi i ekzistencës njerëzore dhe si realizohet shpengimi. Zbulimi i këtyre teksteve detyroi historian e studios të rivlerësojnë tregimet e vjetra për krishtërimin dhe origjinën. Para Nag Hammadi, opinioni mbi zotërues ishte që gnostikët ishin vetëm një grup i vogël disidentësh të eliminuar shpejt nga kisha. Por pasuria dhe kompleksiteti i teksteve zbulojnë që kishin një teologji shumë të zhvilluar.
një strukturë mendimi të sofistikuar dhe një njohuri të thellë filozofike që ka influencuar në shumë aspekte të shpirtërores vazhduese. Tentativa për të shërënjosur këto ide ishte kaq e ashpër sa që në shekujt në vazhdim mbetën pak gjurmë të ndjekësve të tyre. Në qoftë se këto dorëshkrime nuk do të ishin groposur dhe ruajtur, ndoshta nuk do të kishim kurrë hyrje direkte në këto besime. Ishte sikur, për një goditje fati, gnostikët kishin lënë një mesazh të fshehur për gjeneratat e ardhshme, në pritje të momentit të duhur për t'u rizbuluar. Publikimi i këtyre teksteve në shekullin e 20 pati një impakt të madh dhe vazhdon të ngjallë debate. Ofrojnë një vizion të ri mbi historinë e krishterë dhe ngrenë pyetje mbi ndërtimin e asaj që sot e njohim si besimi i krishterë tradicional. Kisha zyrtare ka shekuj që promovon idenë që ekziston vetëm një interpretim i vlefshëm i mësimeve të Jezusit. Por Nag Hammadi tregon që realiteti është më kompleks. Ky rizbulim jo vetëm ka shpëtuar një vizion shpirtëror të harruar, por edhe ka rindezur një interes modern për gnosticizmin. Shumë sot shikojnë në këto tekste një alternativë ndaj religioneve monoteiste të organizuara. Një kërkim personal që do të thotë edhe njohje e vetes, nuk varet nga institucionet ose dogmat e imponuara. Në qoftë se këto dorëshkrime nuk do të ishin gjetur, historia e krishtërimit do të mbetej jo e plot dhe një nga rrugët shpirtërore më të magjishme të antikitetit do të humbiste përgjithmonë. Këtu përfundojmë këtë temë për njozin, natyrisht mendimet e opinionet janë të ndryshme. Komentoni çfarë mendoni për këto që trajtuam. Do ju përgjigjem siç ndodhi me komentet në videon e parë. Nëse video ju pëlqen, klikoni më pëlqen dhe shpërndajeni. Regjistroni në kanal, nuk ju kushton asgjë, është falas, ndihmoni në rritjen e tij. Takohemi në videon e